kena dalë të u dosh me Buxhaka, as u dosh me Buxhaka. Kjo s'është për momentin nuk mendoj që është tema që do të më diskutu, është më diskutu se a u dosh me bu, patjetër që u dosh me bu. Edhe unë prej kur e kam bërë deklarat, sinqerisht po them nashta prova me trenerin e kam pak më të rëndësishme me kom politikisht mirë dhe me Valonin edhe shkaku i profesionit, po unë nuk e kam atë interes zero, se unë ashtu kështu në qef nuk e kam shumë Valonin për punën që me që krahasot me Gjakën e Shaqirin, unë Valonin se kam pa kur njëtë një stadion Kosovës të këtë për cilë ndeshin. Në që ka thënë konotacion negativ? Përgjithësi, unë menoj që çdo që ka thonë është gabim, edhe unë funksionoj me empati. Edhe kur e ka thonë këtë deklarat, jam munu me hinë trupin e tina në momentin kur e kam bu Shqiponjen. Edhe unë menoj që nuk është një shqiptar i vërtet, ai që i shet dy shok midis Serbisë, të e bu Shqiponjen edhe mos më u bashkangjit. Për mua nuk është shqiptar. Për mua nuk është një njeri shqiptar që nuk e përfshin emocionin çat moment. Ai nuk e ka parë kur e kam bërë Shqipërinë. Unë menoj që ai dosh ju më të jap këtë deklaratë, pa ju dosh më bashkangjit atë. Rrezik, janë tre shqiptar, dy shqiptar po në rrezik, po i edhe nëse shqiptar çashtu jemi, më kupton. Pa ai nuk e ka parë momentin kur e kam bërë Shqipërinë. Edhe unë menoj që personalisht, unë thash, unë e kam një farë mënyrë që i perceptoj sanet me empati, jo prej jashtë, por kam qenë me kompozitën e Valonit. Prap nuk më isha marrë se tu Valonin, qysh nuk e ka po asaj Shqiponjen. Se unë po them, tash Nalo vish imagjinoje ti vetën në stadion, në çat moment, çat sekond, në çat që po thot krenarin që e përmeni, në çat momentin kulminant krenarisë shqiptare që kishën pas mundësi me pas në herë, me pati Gjakën edhe Shaqirin të e bu Shqiponin, edhe ti, jo që se ke bu dhe ti me ta, po ti pas ke pas edhe minala, kupton. Se s'po du tash më bu, shkoadin, ma si muzikë ke përmazë. Ai dhe me thënë ka festuar, po ka thënë që nuk i kam parë kur e kam bërë Shqiponjën. Po ja, ta më punon se festuaj, ai feston gollën edhe kundër Senegalit. Normal. Po ajo lojë kon shumë e rëndësishme edhe për mendimin tam, unë mendoj që realisht dush me pas shumë pak ndjenjë edhe emocion për kombëtarën tonë nëse ti nuk bashkë vepron me lojtarët e tu. Që kjo deklarata jote ke pak e rëndë. Pse?